Studentët do të protestojnë sërish për provimin e jurisprudencës. Kryeministri Mickoski u kërkoi atyre që të kenë durim. Përplasje e re mes prokurorisë dhe qeverisë pas mbylljes së hetimeve për mazutin. Ministri e Arsimit Vesna Janevska paralajmëroi dënime për prindërit e nxënësve të dhunshëm. Donald Trump realizon vizitë historike në Kinë me presidentin kinez, do të diskutojnë Iranin, Tajvanin dhe tregtinë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Studentët nuk heqin dorë nga provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ata kanë paralajmëruar protestën e dytë për më 18 maj. Ndërkaq, kryeministri Kristian Mickoski kërkon durim dhe thotë zgjidhja e këtij problemi do të jetë e përgatitur në bazë të rekomandimeve të Komisionit të Venedikut. Ai akuzon se në vend ka forca politike, të cilat duan që në vend të ketë konflikte dhe protesta. Studentët shqiptar më 18 maj do të jenë përsëri në rrugë për të përsëritur kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. I pyetur nga televizioni Shenja lidhur me protestat studentore, kryeministri Kristian Mickoski kërkoi durim, duke deklaruar se ka forca politike që protestat jo vetëm i mbështesin, por edhe i shfrytëzojnë për interesat të tyre politike. Ai akuzoi se të njëjtat struktura për më shumë se 20 vite nuk kanë ndërmarrë asnjë hap konkret për zgjidhje të këtij problemi. Megjithatë, Mickoski tha se qeveria është duke punuar për zgjidhje të qëndrueshme të bazuar në rekomandimet e Komisionit të Venedikut, duke theksuar se synimi është një zgjidhje që do të jetë e pranueshme dhe e drejtë për të gjithë palët. Jam i bindur se shumë shpejt do të dalim me propozim vendim për zgjidhje të problemit. Jam i bindur gjithashtu se kjo zgjidhje do të jetë e përgatitur në bazë të rekomandimeve të Komisionit të Venedikut. Ilus të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse në vend ka forca politike që nuk duan që vendi të jetë i përparuar, i zhvilluar dhe vend në të cilin ka reforma, por më shumë duan që në vendin ton të ketë konflikte dhe protesta. Kjo është protesta e dytë studentore me kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet në Shqip. E para ishte më 6 prill të këtij viti. Organizatorë të kësaj proteste janë grup studentësh, të cilët vetëm kanë filluar përgatitjet për protestën e re. Vendimi i djeshëm i prokurorisë për ndërprerjen e hetimit për të dyshuarit Asmir Jahoski dhe Vasko Kovačevski është cilësuar skandaloz nga kryeministri Kristian Mickoski. Ai ka deklaruar se nëse nuk kthehet lënda në rigjykim, atëherë prokuroria e humb kredibilitetin. Kryeministri Kristian Mickoski është shokuar nga vendimi i djeshëm i prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit për ndërprerjen e hetimit për të dyshuarit Asmir Jahoski dhe Vasko Kovačevskit. Kryeministri prej që elektranat e Maqedonisë së Veriut të parashtrojnë ankesë për ndërprerjen e hetimeve. Pres që lënda të kthehet në shqyrtim dhe analizë. Nëse kjo nuk ndodh, prokuroria humb kredibilitetin. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit me këtë prokuror e kemi komentuar Islamabadin dhe nuk kam çfarë të them më shumë. Opinioni e di se për çfarë prokurori bëhet fjalë. Mickoski gjithashtu shpreh se ka biseduar një ditë më parë me kryeprokurorin Nenad Saveskin për këtë temë dhe se ai ka thënë se nuk ka qenë informuar për këtë vendim të prokurorisë që kryeson prokurori Islamabazi. Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka ndërprerë procedurën në rastin në lidhje me furnizimin me mazut për termocentralin e Gutin, sepse hetimi i cili zgjati 1 vit nuk vërtetoi se të dyshuarit kanë kryer veprat penale për të cilat janë ndjekur penalisht. Për rastin në fjalë, listën e të dyshuarve e përbënin gjithsej 13 persona, në mesin e të cilave pronari Pucko Petrolli Asmir Jahoski, ish drejtori i EMV-s Vasko Kovačevski, i cili prej kohësh ndodhet në Arati. Eksponentët e VMRO-s dhe ata të LSDM-s kanë shkëmbyer akuza se kush është më pro-Maqedonas e kush është më pro-bulgar. Venko Filipçi e quajti VMRO-DVM-n parti bulgarofile. Në anën tjetër, Kristian Mickoski tha se partia e tij është një parti pro-maqedonase dhe se kjo është ajo që i intereson partisë.
Kanë vazhduar përplasjet e deklarative ndërmjet e partive të bllokut të Maqedonas, ku sot debate zhvilluar rreth asaj se kush është më maqedonas edhe kush është pro-bullgar. Pasi lideri opozitares LSDM, Venko Filipçe, e quajti VMRO-DPMN në parti bulgarofile, kryeministri dhe njëherë kryetari VMRO-DPMN-se Kristen Miskovski tha se partia e tij është një parti pro-maqedonase edhe se kjo është ajo që intereson partisë, ndërsa shtoi se fakti që LSDM prej kohësh ka humbur identitetin dhe mënyrën e veprimit politik, sipas tij është problemi i tyre dhe shumë shpejt do të përballen me këtë problem në zgjedhje. Nuk mund ta komentoj këtë sepse nesër do të thot diçka tjetër. Supozoj se do të shpik ndonjë epitet tjetër. Praktikisht, ai çdo ditë thot gjëra dhe udhëheqësia e LSDM-s në përgjithësi çdo ditë thon gjëra që së pari janë të pahishme, ndërsa së dyti ato që i thojnë në publik gjatë ditës i ndryshojnë disa herë. Kështu që supozoj se deri në mbrëmje do të jemi ndonjë parti tjetër. Përveç Filipçes, në këtë debat është përfshirë edhe partia e tij. Nga LSDM theksojnë se një parti nuk mund të prezantohet si mbrojtëse e identitetit të Maqedonas, ndërkohë që sipas tyre shumë funksionarë dhe persona të afërt me partinë posedojnë pasaporta bullgare. Në reagim përmenden ministra, deputet, drejtorë si dhe familjar të Miskovskit dhe gazetarit Dragan Pavlović Llatas. Ju nuk jeni pro-Maqedonas, ju jeni parti pro-bullgare me shtetësi bullgare. Ju nuk mbroni identitetin Maqedonas. Ju e përdorni atë për ta bllokuar rrugën drejt Evropës dhe për ta mbrojtur perandorinë tuaj kriminale. Maqedonas është vetëm ajo parti që lufton që Maqedonia e Veriut të bëhet antare e plotfuqishme e Bashkimit Evropian e jo province izoluare Viktor Orbanit dhe Vladimir Putinit. Nga LSDM në formë të pyetjeve konstatojnë se si mund të jesh pro-maqedonas kur shtetin e bllokon në rrugën drejt BE-s, duke aluduar se qeveria me qëllim vepron në këtë mënyrë. Ish ambasadori amerikan Christopher Hill, i cili sot foli në panelin Leading in the Hot Shape, Decisions that Made Shape Economics në summitin e Maqedonia 2026, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të liderëve të vendeve të Ballkanit, por dhe përmendi shprehjen mendo globalisht, vepro lokalisht. Poenta kryesore e panelit ishte se leadershipi testohet në momente presioni, ndërsa vendimarrja përcakton si ekonomit, ashtu edhe industrit. Sipas tij, nevojitet bashkëpunim më i madh mes vendeve dhe liderëve në rajon. Europa e do Ballkanin, por nuk i do problemet e Ballkanit, tha Hill, duke theksuar se një propozim atraktiv është që shqiptarët, serbët, maqedonasit të punojnë së bashku dhe kjo do të ishte një treg i madh. Ai vlerëson se nëse vendet e Ballkanit bashkëpunojnë, do të kenë shumë më tepër përpari. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka reaguar ndaj rastit të dhunës në shkollën fillore 25 Maj në Hasanbeg, ku një 15 vjeçar sulmoi një nxënës me thik. Janevska paralajmëroi ndryshime ligjore me të cilat do të parashikohen sanksione për prindërit, fëmijët e të cilëve shfaqin sjellje të dhunshme në shkolla. Ajo informoi se veç më po bisedon me deputetët për formulimin e ndryshimeve në rregullativën ligjore. Agresivitetit e fëmijët dhe futja e armëve të ftohta në shkollë nuk burojnë nga institutet arsimore, por nga mjedisi i jashtëm dhe familja. Çfarëdo që të bëjë gjithë shteti, nuk do të kemi sukses nëse nuk përfshihen prindërit, theksoi Janevska. Ndërkaq, Ministria e Brendshme njoftoi se i mituri që sulmoi nxënësin është privuar nga liria, ndërsa nxënësi i lënduar është dërguar në qendrën klinike, prej ku kanë bërë të ditur se i lënduari është në gjendje stabile, por ende në rrezik për jetën, me lëndime serioze në mëlçi dhe në venën e poshtme. Një grup ekspertësh nga institucionet të ndryshme po analizojnë situatën dhe janë të obliguar të bëjnë plan se si do të veprojnë në rast të nevojës dhe në rast se edhe në vendin ton paraqitet hantavirusi. Tha kështu Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve nëse vendi ka kapacitet për të përballur me epidemi të re eventuale. Ai gjithashtu tha se vendi veç më ka strategji në shëndetësi dhe se përballja do të ishte edhe më lehtë. Sfidë sipas ministrit është mungesa e stafit. Megjithatë, edhe në këtë pjesë Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit janë duke punuar që ky problem në periudhën e ardhshme të zgjidhet.
Ministri Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor Muhamet Hoxha paralajmëroi se me realizimin e projekteve për ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbetjeve do të jepet fund të gjitha deponive ilegale. Hoxha po ashtu tha se me miratimin e ligjit për mbrojtjen e natyrës i cili gjendet në Ener do të forcohet sistemi mbrojtjes së natyrës dhe menaxhimi i resurseve natyrore. Ligji për mbrojtjen e natyrës tashmë është në Ener, kështu deklaroi Ministri Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor Muhamet Hoxha. Sipas tij, me miratimin e këtij ligji, pritet të forcohet sistemi për mbrojtjen e natyrës, si dhe të sjellë një sër përfitimesh të tjera në ruajtjen dhe avancimin e mjedisit natyror. Me miratimin e këtij ligji pritet forcimi i sistemit për mbrojtjen e natyrës, përmirësimi i menaxhimit të resurseve natyrore, harmonizimi me direktivat evropiane dhe përmbushja e obligimeve ndërkombëtare të shtetit në fushën e mjedisit jetësor dhe biodiverzitetit. Hoxha foli edhe për deponit ilegale në Likov dhe Haraqin dhe siguroi se me realizimin e projekteve për ndërtimin e qendrave rajonale për ngrumbullimin e mbetjeve në Sveti Nikol, Rusino dhe Novaci do t'i vi fundi të gjitha deponive ilegale. Ndërtimi i qendrave rajonale për grumbullimin e mbetjeve mbetet në fokus punës Ministrisë Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor, konkretisht për pyetjen të cilën e parashtron që ka të bëjë me qendra rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Sveti Nikol, procedura për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për realizimin e këtij projekti është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se do të përfundojmë me sukses dhe do të fillojë ndërtimi i kësaj qendre rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Ministri njoftoi se ky projekt do të realizohet me mjetet e siguruara nga Bashkimi Evropian dhe IPA fondet. Në Shkup u mbajt finalja e klubit leximor Bashkimi organizuar nga shoqata kulturore Vizioni M. Pas 5 muajsh aktivitetesh, nxënësit prezantuan njohuri dhe kreativitetin e tyre përmes garave, poezive, monologëve dhe punimeve artistike. Koordinatori i klubit Hamdi Osmani Ismaili bëri të ditur se këtë vit klubi ka përfshirë 540 nxënës nga të gjitha qytetet, ndërsa kryetari i shoqatës Vizioni M, Tajudin Shabani, theksoi rëndësinë e leximit dhe rreziqet që sjell mosleximit e të rinjt. Libri, talenti dhe kreativiteti bashkuan nxënësit në finalen e madhe të klubit leximor Bashkimi, organizuar në Shkup nga shoqata kulturore Vizioni M. Pas 5 muajsh aktivitete dhe përgatitjesh, nxënësit e shkollave Tefejus dhe Petar Zdravkovski Penko prezantuan njohuritë dhe aftësitë e tyre në garat përmbyllëse, në një atmosferë plot emocione, art dhe mesazhe frymëzuese për rëndësinë e leximit tek të rinjt. Ky rrugëtim, si rezultati një pune 5 mujore intenzive dhe domethënëse, u përmbyll me garat finale midis nxënësve të shkollave fillore, të cilët gjatë gjithë projektit treguan dashuri për librin, talent dhe përkushtim. Anëtari dhe koordinatori i klubit leximor Bashkimi, Hamdi Osmanli Ismaili, në fjalën e tij tha se klubi i leximit Bashkimi këtë vit ka mbledhur gjithsej 540 nxënës nga të gjitha qytetet. Ai theksoi se ky klub nuk është vetëm një vend ku lexohen libra, por një platformë ku ne rritemi së bashku, formësohen idejt tona dhe ku fjalët ndërtojnë ura të pathyeshme mes njerëzve. Klubi i leximit Bashkimi, i cili operon me sukses prej 5 muajsh në shkollat tona, këtë vit ka mbledhur gjithsej 540 nxënës në të gjitha qytetet. Ky është dëshmia më konkrete e pasionit, përkushtimit dhe dëshirisë që rinia jon tregon ndaj librit. Të nderuar të pranishëm, një shoqëri e pandriçuar nga dia është si një anije që ka humbur rrugën. Kur themeluam klubin e leximit Bashkimi, qëllimi ynë nuk ishte thjesht të lexonim disa libra, por të vendosim një tull në ndërtimin e një brezi që analizon dhe vendos leximin në qendër të jetës. Ndërkaq, kryetari i shoqatës kulturore Vizioni M, Tajudin Shabani, në fjalën e tij foli për rëndësinë dhe shprehinë e leximit, si dhe dobit që i sjell ai. Unë nuk dua të flas për rëndësinë e librit, sa kam dëshirë të flas për rreziqet e mosleximit të librit. Dua të flas për shkputje dhe mospërfilljen e gjës më produktive që Zoti ja ka dhënë si dhunti njeriut. Ajo dhunti është që të zbulojë përmbledhjen e dijes në mes dy kapakëve, apo siç i njohim ne mes dy kopertinave. Urtësia që trashëgohet dhe është trashëguar në brezat e njerëzimit është shpikja e shkrimit, dijes, duke i vënë mes dy kapakëve dhe ky produkt është më njerëzori që njeriu ka prodhuar.
Ndërkaq që nxënësit pjesëmarrës për përpjekjet dhe sukseset e tyre të larta gjatë projektit u shpërblyen me libra, dhurata të veçanta dhe certifikata. Ky takim domethënës nuk ishte vetëm një garë, por një skenë e veçantë ku nxënësit shfaqën kreativitetin e tyre përmes monologëve, poezive dhe punimeve artistike të përgatitura prej tyre. Në ceremoni morën pjesë drejtor shkollash, arsimtar, prindër dhe shumë të ftuar, duke u bërë pjesë e këtij suksesi dhe krenarie të merituar të nxënësve. Ka filluar puna për ndriçimin dekorativ dhe arkitektonik të urës së Gurit në Shkup, e cila ishte ndërtuar nga Mimar Sinan në lumin Vardar për Fatih Sultan Mehmetin gjatë periudhës osmane. Projekti financohet nga Bashkia Esenlerit në Stamboll, kreu i së cilës deklaroi se në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan realizohen projekte për ruajtjen e monumenteve historike në të gjithë botën. Autoritetet në Turqi kanë nisur procedurën për fillimin e projektit të ndriçimit dekorativ dhe arkitektonik për urën historike të Gurit në Shkup. Bashkia e Esenlerit në Stamboll njoftoi se ura historike e Gurit e ndërtuar nga Mimar Sinan në lumin Vardar për Fatih Sultan Mehmetin gjatë periudhës osmane do të pajiset me një sistem modern ndriçimi në përputhje me karakterin e saj arkitektonik si pjesë e projektit. Një protokoll bashkëpunimi për projektin e nënshkruar midis kryetarit të Bashkisë së Esenlerit Mehmet Tevfik Goksu dhe kryetarit të qytetit të Shkupit Orce Gjorgjievski. Goksu tha se ura e Gurit nuk është vetëm një strukturë, por një simbol i rëndësishëm i historisë dhe qytetërimit të përbashkët. Ne si Bashkia e Esenlerit po ndërmarrim hapa për të ringjallur urën e Gurit, e cila ka qëndruar e madhështore për shekuj me radhë në zemër të Shkupit, mbi lumin Vardar dhe e cila ju besua Mimar Sinanit nga Fatih Sultan Mehmeti midis viteve 1451 dhe 1469. Ndërsa urat pranë saj shkëlqejnë fort, ne nuk mund të duronim dot të shihnim atë urë të shejt, një dëshmitar e heshtur e historisë sonë të mbetej në errësirë të trishtueshme, ka thënë Goksu. Ai deklaroi se ky monument i lashtë do të tregojë historinë së kaluarës, të qytetërimit dhe të besnikërisë ndaj paraardhësve tan, jo vetëm me gurët e tij, por edhe me dritën e tij. Si kryetar bashkie e një vendi që në udhëheqjen e presidentit ton Recep Tayyip Erdogan mbron monumentet tona historike në të gjithë botën, ndriçimi i kësaj ure do të thotë ndriçim jo vetëm i gurëve të saj, por edhe i kujtesës son, i historisë son dhe i gjeografisë son emocionale, ka deklaruar kryetari i Bashkisë së Esenlerit. Goksu thekson se një ceremoni madhështore hapje do të mbahet pasi të përfundojnë punimet e ndriçimit të urës, ndërsa shtoi se ata do të organizojnë edhe një aktivitet ku në skenë do të performojë edhe Sinan Akçil, i cili është një prej djemve të këtij rajoni. Nga etja deri të dielën pritet mot jo stabil me reshje shiu dhe bubullima. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njoftoi se gjatë këtyre ditëve do të ketë vranësira të ndryshueshme, periudha me diell dhe kushte për shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të përforcuar në disa zona. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njofton se nga dita e njëjtë deri të dielën, moti në vend do të jetë jo stabil me reshje shiu dhe bubullima. Të njëjtën priten vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, ndërsa pasdite në disa zona do të ketë kushte për shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Në Shkup moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell. Pasdite, në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për shi afat shkurtër, të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Do të fryej erë e dobët deri mesatare me drejtim të ndryshueshëm. Edhe të premten, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell, ndërsa pasdite priten reshje lokale shiu, bubullima dhe erë e përforcuar. Të shtunën, moti do të mbetet jo stabil me vranësira të ndryshueshme, reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima. Ndërkaq, të dielën priten vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, si dhe kushte për reshje afat shkurtra shiu dhe bubullima të izoluara.
Donald Trump ka mbërritur në Kinë ku prit nga homologu i tij Xi Jinping. Para nisjes, Trump theksoi se marrëdhëniet me presidentin Xi Jinping mbeten shumë të mira dhe se bashkëpunimi me Kinën po ecën pozitivisht. Trump pritet të kërkojë nga Xi Jinping ndikim mbi Teheranin për të shmangur për shkallëzimin e krizës. Presidenti shqiptar Donald Trump ka mbërritur në Pekin për një vizitë 2 ditore me homologun e tij kinez. Gjatë vizitës e tij 2 ditore, Trump do të zhvillojë bisedime me rëndësi të lartë me presidentin kinez, i cili ishte presidenti i fundit amerikan që vizitoi vendin në vitin 2017, e cila dëshiron të portretizojë veten si një fuqi globale e qëndrueshme. Fillimisht, samiti ishte menduar të fokusohej tek tregtia, tarifat dhe teknologjia, por konflikti me Iranin ka ndryshuar prioritetet e Washingtonit. Trump pritet të kërkojë nga presidenti kinez ndikim mbi Teheranin për të shmangur për shkallëzimin e krizës dhe për të garantuar hapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të naftës në botë. Presidenti amerikan deklaroi para nisjes për në Pekin se planifikon një bisedë të gjatë me presidentin kinez për Iranin, por shtoi se SBA e ka situatën nën kontroll. Nga ana tjetër, Kina hyn në një takim me një pozicion më të fortë ekonomik dhe teknologjik, krahasuar me vitet e para të luftës tregtare me SBA-n. Pekini pritet të kërkojë lehtësimin e kufizimeve amerikane ndaj teknologjisë kineze dhe më shumë akses për kompanitë e saj në tregun amerikan. Një tjetër pikë e nxehtë mbetet Tajvani. Zyrtarët amerikanë ndruan se presidenti kinez mund të përdorë situatën e vështirë të SBA-s në lindjen e mesme për të kërkuar ulje të mbështetjes ushtarake amerikane ndaj Tajvanit. Në agjendën e takimit do të jenë gjithashtu inteligjenca artificiale, tregtia, energjia dhe marrëveshjet ekonomike mes dy vendeve. Delegacionet amerikane janë bashkuar edhe figura të njohura të biznesit si Tim Cook i Apple dhe Elon Musk i Tesla dhe SpaceX. Pavarësisht tensioneve, të dy liderët duket se synojnë të shmangin përplasjet direkte dhe të ruajnë stabilitetin mes dy ekonomive më të mëdha të botës në një kohë kur lufta në lindjen e mesme dhe kriza energjetike globale po shtojnë pasigurinë ndërkombëtare. Teherani ka rritur tonet ndaj Shteteve të Bashkuara duke deklaruar se situata në rajonin strategjik të ngushticës së Hormuzit është nën kontroll iranian. Fusha e betejës dhe ngushtica e Hormuzit janë në kontrollin ton. Trump mund të ketë ndërmend të zbarkojë trupa në ishullin iranian Karg, por ne nuk do të lejojmë që asnjë grimc pluhuri të nxirret nga vendi ynë, deklaroi zëvendës komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare Said Sarani, sipas agjencisë shtetërore iraniane IRNA. Ai shtoi se kalimi i anijeve cisternë në ngushticën e Hormuzit nuk mund të bëhet pa miratimin e Iranit, duke paralajmëruar pasoja në rast për shkallëzimi. Nëse SBA dhe Trump bëjnë një gabim, ne do ta shndrojmë gjirin persik në varrezën më të madhe ujore për forcat amerikane, u shpreh ai. Deklaratat vijnë në një kohë tensionesh të shtuara mes Teheranit dhe Washingtonit. Mbrëmjen e djeshme ka skaduar afati për dorëzimin e listave me kandidatët për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit në Kosovë. Partitë kanë zbardhur listat e tyre me kandidatët për deputet. E fundi që e bëri këtë ishte PDK. Në listën e LDK-s në 10 e parë mungojnë Abdullah Hoti e Hykmete Bajrami. Kjo e fundit tha se është vendosur në listë pas shumë njerëzve që s'kan lënë gjë pa thënë për LDK-n. Listën e ka publikuar edhe vetëvendosja. Aty figurojnë edhe emra të rinj si Hoxha Osman Musliu, Arton Konushevci e aktori Armend Baloku. Por mungon emri i Driton Hysenit, kurse në listën e AK-s në numrin 11 është Ramush Haradinaj, i cili duket se ka liruar rrugë për emrat e rinj. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.